Me ftesë të Partisë Demokratike Amerikane dhe Institutit Kombëtar Demokratik, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mori pjesë në ceremoninë e hapjes së Konventës së Demokratëve në Filadelfia, ku Hillary Clinton pritet të marrë emërimin si kandidatja demokrate për presidente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me ftesë të Partisë Demokratike Amerikane dhe Institutit Kombëtar Demokratik, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mori pjesë në ceremoninë e hapjes së Konventës së Demokratëve në Filadelfia, ku Hillary Clinton pritet të marrë emërimin si kandidatja demokrate për presidente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e para grua në historinë e Shteteve të Bashkuara. Lideri i opozitës Basha u takua me drejtues të lartë të Partisë Demokratike Amerikane, senator dhe kongresmen të pranishëm në konvent dhe në forumet e shumta ku ai është ftuar si mik nderi. Më herët, zoti Basha u takua me lider nga vendet të ndryshme të Europës, pjesëmarrës në këtë forum. Kreu i Demokratëve u takua me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Popullore Europiane. Sekretari i përgjithshëm i PPS vlerësoi rolin dhe kontributin e zotit Basha dhe Partisë Demokratike në realizimin e amendamenteve kushtetuese bazuar në standardet më të mira europiane. Duke vlerësuar lidershipin e zotit Basha në procesin e hartimit dhe miratimit me konsensus të reformës në drejtësi, si dhe ligjin e dekriminalizimit, zoti Lopez rikonfirmoi gjithë mbështetjen e PPS për Partinë Demokratike në rrugën e saj të rikthimit në pushtet dhe krijimit të alternativës që do t'ju jap shpresë për zhvillim shqiptarëve dhe do të garantojë ecjen e sigurt drejt integrimit evropian.